ndeza një qiri për ty, dhe po e ruaja me dorë të mos më shuhi. Ashtu në këmbë, i ngrirë, ama se më qiriri që digjet, dhe jeta ajo flakët që lëkundet. Vargjet e lira janë mëkatin mbi shpini Visargjitit. Në një kafe me regjisorin Spiro Dune, ai tregon poezinë që i mori lirin dhe e çoi në burgun famkeq të Spaçit. Dielli i dytë. Poezia e thjesht do thosha, shumë gjak është derdhur në këtë botë, por ende nuk e kemi krijuar diellin e gjakut. Në një dokumentar për 45 minutash, vjen jeta në vargje e rrëfyer lirshëm, si mes dy miq, regjisor, shkrimtar. Bisedë që unë bëra me të, me përpjekje për të depërtuar në botën e tij të brendshme, dhe për të vjedhur laqsat munda, dhe për të bërë disa poezi perla të tij që gjysma t'ja kërkoja atij t'i recitonte, dhe ai më plotësoi dëshirën, e gjysma tonë. Visargjiti vuajti 13 vite burg. Ai u lirua në vitin 87. Fillimisht u lejua nga pushteti të punonte në një fabrikë të prodhimit të tullave në Lushnjë. Pas rënjës së diktaturës komuniste në vitin 91, arrin të shkojë në Itali, ku punoi në Milano. Në vitin 92 mori një bursë studimi nga fondacioni Henrik Boll. Zhiti shkoi në Gjermani në vitin 93. E më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas rikthimit, punon si gazetar dhe emërohet kreu i ndërmarrjes botuese. Fillon dhe botimin e poezive të ndaluara, të shkruarave në burg, për të vijuar më pas me vepra të tjera, letrare në gjini të ndryshme, por edhe përkthime. Po vdekje s'ka.